Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë, Policia e Kosovës dhe Drejtoria e Inspektoratit të Komunës së Prishtinës kanë mbajtur sot një takim të përbashkët për të forcuar koordinimin institucional në luftimin e shitjes dhe therrjeve ilegale të kafshëve dhe shpezëve. Sipas institucioneve, këto veprimtari të paligjshme dhe jo higjienike paraqesin rrezik serioz për shëndetin publik dhe sigurinë ushqimore. Për këtë arsye, është rënë dakord që të intensifikohet bashkëpunimi dhe të ndërmerren masa të menjëhershme të koordinuara dhe pa tolerancë ndaj çdo shkeljeje. Institucionet u kanë bërë thirrje individëve dhe bizneseve që merren me këto veprimtari ilegale që t'i ndërpresin menjëherë, duke paralajmëruar se çdo shkelje do të ndëshkohet në përputhje me ligjin. Po ashtu, qytetarët janë ftuar të bashkëpunojnë, duke raportuar çdo rast të dyshuar të shitjes apo therrjes ilegale. Institucionet përgjithëse kanë ritheksuar përkushtimin e tyre për mbrojtjen e shëndetit publik, zbatimin e ligjit dhe garantimin e sigurisë ushqimore.